Pijet sportive. Këto pije janë bërë shumë të njohura në mbar botën dhe tregtohen për ata që bëjnë aktivitete fizike mbi 90 minuta. Pijet sportive janë të formuluara për të rimbushur lëngjet dhe elektrolitet e humbura gjatë aktivitetit. Ndërsa ato mund të jenë të dobishme në situata të caktuara, është e rëndësishme të kuptohet përmbajtja e tyre ushqyese edhe kur ato janë vërtet të dobishme. Disa nga cilësitë e këtyre pijeve janë: energjia për funksionimin e muskujve, hidratimi i përgjithshëm, parandalimi i ngërçeve muskulare e të tjerë. Rekomandohet të bëhet kujdes me përmbajtjen kalorike të pijeve sportive, veçanërisht nëse po përpiqeni të humbisni peshë. Për stërvitje të shkurtra, uji është zgjidhja më e mirë. Lëngjet e frutave të ndryshme. Lëngu i mollës, lëngu i rrushit dhe lëngjeve të tjera të frutave janë zgjedhje të njohura si për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit. Ato ofrojnë një sër përfitimesh ushqyese, por është e rëndësishme të dihen kufizimet e tyre dhe të konsumohen me kujdes. Shumë lëngje frutash janë të pasura me vitamin C, vitamin A dhe vitamina të tjera në varësi të frutave. Shumë të tjerë janë të pasur me minerale dhe antioksidantë të ndryshëm. Të gjitha lëngjet e frutave përmbajnë sheqerna natyrale, të cilat mund të kontribuojnë në marrjen e kalorive. Megjithatë, shumica e atyre që gjenden në treg nuk kanë fibra që gjenden tek frutat e plota. Kjo është një pengesë e rëndësishme, prandaj është e këshillueshme të zgjidhet lëng frutash 100% pa sheqerna të shtuar ose ëmbëlsues artificial. Vera renditet në vendin e tetë. Vera është e konsumuar në mbar botën dhe ka rëndësi kulturore në shumë rajone. Veçanërisht, vera e kuqe ka qenë temë e shumë diskutimeve në lidhje me efektet e saj të mundshme shëndetësore. Nëse konsumoni verë, moderimi është vendimtar pasi efektet e alkoolit ndryshojnë në varësi të faktorëve individual. Përfitimet e mundshme nga vera e kuqe mund të merren parasysh në kontekstin e një stili të përgjithshëm jetese të shëndetshme, duke përfshirë një dietë ekuilibruar dhe stërvitje të rregullt. Antioksidantët që gjenden tek vera mund të merren nga burime më të shëndetshme si rrushi, manaferrat, frutat dhe perimet. Pijet freskuese me gaz. Pijet freskuese të gazuara konsumohen gjërësisht fal ndikimit të fushatave të forta të marketingut dhe njohjes së markës. Megjithase, ndikimet e tyre shëndetësore shpesh janë objekt debati. Ato janë të njohura në mbar botën, por vlerat e tyre ushqyese janë shumë të kufizuara dhe përgjithsisht nuk konsiderohen të dobishme për shëndetin. Sasitë e larta të sheqernave të shtuara, shpesh shurup misri me fruktozë të lartë, kalorit, kafeina, acidi fosforik apo ngjyrosësit përmbajnë aditiv ushqimor artificial. Por rrjedhoj, pijet e gazuara nuk ofrojnë praktikisht asnjë lëndë ushqyese thelbësore dhe përfitimet janë shumë të kufizuara, ndërsa efektet anësore me tepri. Madje, edhe hidratimi dhe efekti freskues, i cili nga shumë konsiderohet i menjëhershëm pas konsumit, në një afat kohor më të gjatë, në fakt, kthehet në dehidratim. Qumshti renditet në vend të 6. Qumshti është pije kryesore për shumë njerëz, veçanërisht për fëmijët, dhe përdoret në forma të ndryshme. Ai është i pasur me lëndë ushqyese që ofrojnë një gamë të gjerë vitaminash dhe mineralesh thelbësore, duke bërë atë esencial për shëndetin e kockave, zhvillimin e dhëmbëve, funksionin e muskujve, rregullimin e presionit të gjakut, forcimin e imunitetit e të tjerë. Shumë studime tregojnë se përbërësit e produkteve të qumshtit mund të kenë efekte pozitive edhe në shëndetin e trurit. Lëng portokalli në vendin e 5. Një pije klasike e mëngjesit dhe burimi pasur vitaminash. Lëngu i portokallit është i preferuar në mbar botën. Ai ofron disa përfitime ushqyese duke nisur nga vitamina C, e cila është një antioksidant i fuqishëm dhe mbështet funksionin imunitar. Megjithatë, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm dhe për përmbajtjen e sheqerit në të. Ndër karakteristikat përfituese për trupin vlen të përmenden antioksidantët, fibrat, përmirësimi i imunitetit, përmirësimi i shëndetit të zemrës e të tjerë. Disa studime sugjerojnë se kjo pije mund të ndihmojë dhe në uljen e rrezikut të gurëve në veshka. Si çdo ushqim apo pije, moderimi edhe në këtë rast është çelësi. Bira qëndron në vendin e 4.
Edhe pse pije alkolike dhe në një marrëdhënie komplekse me shëndetin, bira është tepër e pëlqyer dhe e konsumuar gjërësisht në mbar botën. Në përgjithësi, një birë standarde prej 33 ml përmban rreth 150 kalori, ndërsa birat e lehta kanë më pak. Karbohidratet dhe drithërat e përdorura për përdorimin e birës janë në sasi të konsiderueshme. Megjithatë, ato ekuilibrohen nga të tjera vlera të shëndetshme si vitaminat dhe mineralet, sasi të vogla të mineraleve si magnez, kalium dhe fosfor. Përmbajtja e alkoolit është një faktor i rëndësishëm në efektet e birës në trup, prandaj konsumi duhet të jetë i moderuar, jo më shumë se 1 deri në 2 në ditë, pasi tej kalimi sjell rreziqe të ndryshme si dëmtimi i mëlçisë, shtimi në peshë, plagja e qelizave e të tjerë. Kafeja renditet në vendin e tretë. Ajo është një element kryesor në shumë kultura, duke ofruar energji të nevojshme në mëngjes. Ndaj, kjo e ka bërë konsumin në ritual social. Profili ushqyes dhe efektet shëndetësore janë studiuar gjërësisht dhe komponenti kryesor kafeina është një stimulues që mund të rrisë vigjilencën dhe funksionin njohës. Ajo është e pasur me antioksidant, duke përfshirë acidin klorogjenik, i cili mund të ndihmojë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe njëkohësisht përmban sasi të vogla të mineraleve si magnez, kalium dhe mangan. Kafeja e zezë është shumë e ulët në kalori, duke e bërë atë një pije relativisht të shëndetshme. Studimet thonë se konsumimi i kafes mund të ulë ndjeshëm rrezikun e diabetit të tipit 2, sëmundjes së Parkinsonit dhe sëmundjes së Alzheimerit. Në mënyrë që konsumi i kafeinës të mos të çojë në efekte anësore si ankthi, pagjumësia dhe palpitacionet, rekomandohet të jetë i moderuar jo më shumë se 2 në ditë. Çaji i zëvendjen e dytë. Ai ka një histori të pasur dhe shijohet në varietete të panumërta në mbar botën, veçanërisht në Azi dhe Europë. Çaji është një nga pijet më të konsumuara dhe ofron një sër përfitime shëndetësore dhe vlerash ushqyese, veçanërisht ai i jeshil, i pasur me polifenole, më së shumti katekina, të cilat janë antioksidant të fuqishëm. Çaji i pa ëmbëlsuar ka shumë pak kalori. Kjo e bën atë një zgjedhje akoma edhe më të shëndetshme. Përbërësi më i rëndësishëm është kafeina, e cila mund të japë një efekt të butë stimulues dhe sasia e saj ndryshon në varësi të llojit të çajit dhe mënyrës se si përgatitet. Disa nga përfitimet më të rëndësishme janë funksionimi i trurit, shëndeti i zemrës, ekuilibrimi i peshës, hidratimi, forcimi i smaltit të dhëmbëve, reduktimi i stresit e të tjerë. Uji qëndron në vendin e parë. I domosdoshëm për jetën, uji është pija më e konsumuar në mbar botën. Ai është thelbësor për trupin e njerëzit dhe të çdo gjallëse, ndërsa nuk ofron kalori ose makronutrient si proteinat, yndyrnat apo karbohidratet. Ai luan një rol vendimtar në shumë funksione fiziologjike dhe përbën një pjesë të konsiderueshme të peshës son, duke qenë i përfshirë pothuajse në çdo proces zhvillimor. Uji është jetik për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve, i cili është thelbësor për funksionin e qelizave, rregullimin e temperaturës dhe transportin e lëndëve ushqyese. Djersitja, procesi që ndihmon në ftohjen dhe ngrohjen e trupit, ujin e ka komponent kryesor. Disa nga veçoritë kryesore të tij janë: ndihmon në transportimin e lëndëve ushqyese dhe oksigjenit në qeliza në të gjithë trupin, ndihmon veshkat për të filtruar produktet e mbeturinave nga gjaku, lubrifikon nyjet duke reduktuar fërkimin dhe duke nxitur lëvizjen e qetë përmes mineraleve, kontribuon në shëndetin e përgjithshëm.